Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin një goditje direkte kryeministrit Edi Rama. Kjo pasi sot për herë të parë SBA reagojnë për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri. Ambasada amerikane uron vetëm popullin shqiptar për këto zgjedhje dhe shmang kryeministrin. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë, shprehet ambasada amerikane. Gjithë liderët e tjerë botror kanë uruar direkt Edi Ramën për fitoren e 11 majit, sepse logjika është që të urohet praktikisht fituesi. Edhe ambasadat amerikane në përbot dhe vetë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio në të gjitha mesazhet e tij të urimit për zgjedhje në shumë vende të ndryshme të botës ka uruar direkt fituesit e tyre. Por në mesazhin e sotëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës injorojnë plotësisht Edi Ramën. Çfarë tregon kjo dhe çfarë do të prodhojë në vazhdim, kjo mbetet për tu parë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbyll hetimet dhe dërgon për gjykim në gjykatën e posaçme dosjen e lobimit dhe aferën Çezdia në ngarkim tashmë të pandehurve zyrtar Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi bashkë me bashkëpunëtorët e tyre. Meta e Kryemadhi janë marrë kështu zyrtarisht të pandehur, ku ditën e sotme në prokurorinë e posaçme ju janë komunikuar akuzat zyrtare, 3, shumë të rënda madje, pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurie. Akuzat janë komunikuar edhe Ema Çokut, mikeshe ngushtë e Monika Kryemadhit, Piro Xhixhës, ish kryetari i AKEP, i deputetes Erisa Xhixho, ku e para akuzohet për pastrim parash dhe i dyti për korrupsion pasiv. Ndërkohë teksa ngjiti sot shkallët e prokurorisë posaçme ku ju komunikua zyrtarisht akuza, Ilir Meta ka telefonuar gazetarët dhe ka shpërthyer ndaj të gjithëve. Si fillim Meta akuzon direkt kreun e SPAK-ut Altin Dumani si njeriun e Edi Ramës, i cili siç punoi që të jepte mandatin e 4 kryeministrit, tashmë vazhdon misionin e nisur që t'i kthehet nderi e të marrë një tjetër mandat për vete. Nga ana tjetër Ilir Meta paralajmëroi Furtunë në gjyqin për të, duke premtuar se do t'i çmontoj publikisht këto akuza. Mezi pres dhe nuk kam kurrë ndërmend kërkoj mbylljen me procedurë. Do ketë gazetar ndërkombëtar në sallën e gjyqit. Do shihni shkrimet dhe faktet, provat se çfarë është kjo organizat në shërbim të Edi Ramës. Jelle një votimi antikushtetues. Mirë po Ilir Meta foli edhe për tradhtar në Partinë e Lirisë, duke thënë shprehimisht se më 11 maj Partia e Lirisë u tradhtua nga një maskara. Nuk dihet se për kë ka qenë ky etiketim, ndoshta për Endrit Brejmllarin apo për Fajk Bashën, të cilët u spostuan në Partinë Socialiste. Mirë po avokati i presidentit Ilir Meta lëshoi sot akuzat forta. Ai tha se shumë funksionar të LSI-s duhet të ishin sot në burg, e për ta premton nxjerrjen e emrave. Por çfarë do thotë kjo deklarata apo ky paralajmërimi Kujtim Cakranit? Mos valli Ilir Meta do t'i shes të vetët për të shpëtuar lëkurën? Avokat Cakrani paralajmëron se çështja e Ilir Metës është e montuar dhe do të jetë procesi i shekullit. Nga ana tjetër, Monika Kryemadhi thotë se kryeprokurori i BKH-s apo SPAK-ut është Edi Rama. Ajo thotë se është e gatshme të përballet me drejtsinë dhe se procesi do të vijojë me ballafaqim në gjykatë. Dhëndri Sali Berishës Jamar Maltezi ka depozituar një tjetër kërkesë përmes mbrojtjes së tij për evokim të masës së sigurisë arrest shtëpiak. Të herë Maltezi është drejtuar gjykatës së lartë, që kjo e fundit të rrëzoi masën e lënë në fuqi nga gjykata e posaçme, e cila i është vendosur që nga nëntori 2023-shit për aferën Partizani. Në kërkesën e tij, Maltezi argumenton se masa e arrestit shtëpiak duhet të revokohet, duke qenë se dosja tashmë ka kaluar në fazën e gjykimit në gjykatën e posaçme. Ai përmend si precedent juridik edhe vendimin e gjykatës së Strasburgut në çështjen Gëllçi kundër Shqipërisë, që lidhet me masat shtrënguese për të mbështetur kërkesën e tij. Kërkesat e mëhershme të Maltezit për zbutjen ose heqjen e masës arrestit shtëpiak janë refuzuar në të treja shkallët e gjyqësorit. Lufta për krimet zgjedhore të 11 majit vazhdon, por SPAK është ende në provë, edhe pse tashmë në CV-n e tij ka një notë me pikpyetje për parandalimin e krimeve zgjedhore para apo edhe gjatë procesit të 11 majit. Megjithatë, prova mbetet në fuqi për të treguar veten pas 11 majit. Mësohet se prokuroria e posaçme ka ushtruar kontrolle pak ditë më parë në banesën e një deputeti të Partisë Socialiste në Elbasan, por ende nuk ka një emër. Ligjvënësi socialist i përket kësaj legjislature. Mësohet se SPAK ka sekuestruar shumë parash dhe dokumente komprometuese në banesën e tij. Aksioni por edhe provat kanë lidhje me krimet zgjedhore. Ndërkohë ditën e sotme SPAK dhe BKH kanë zhvilluar një takim me kreun e prokurorisë së Elbasanit Kreshnika Jazi. Ky takim ka për qëllim shkëmbimin e informacioneve operacionale, shqyrtimin e ecurisë së çështjeve penale të hapura dhe analizimin e praktikave hetimore që po ndiqen për identifikimin dhe ndëshkimin e autorëve të përfshirë në manipulime zgjedhore. Mësohet jo zyrtarisht se janë duke u hetuar disa raste konkrete që lidhen me shitblerje votash, kërcënime ndaj votuesve, përdorim të paligjshëm të burimeve shtetërore gjatë fushatës elektorale si edhe përfshirjet personave me precedent penal në të. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Aulon Kalaja depozitoi sot në SPAK një kallëzim penal për vendimin e qeverisë së Edi Ramës për faljen e gjobave vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të 11 majit. Pasi doli nga SPAK, Kalaja theksoi për mediat se ligji ndalon marrjen e vendimeve të tilla deri në 4 muaj para zgjedhjeve. Ai kërkon SPAK-u të hetojë dhe të ndëshkojë përgjegjësit për këtë rast që sipas tij kanë ndikuar drejt për drejt në procesin zgjedhor të 11 majit. Nga ana tjetër, Kalaja pretendon edhe manipulime votash për shkak se edhe pse mori një numër të konsiderueshëm në zonën e tij, ai nuk arriti dot të fitonte mandatin e
deputetit. Nga ana tjetër, pas Kuksit dhe Beratit, Partia Demokratike ka ankimuar rezultatin e zgjedhjeve edhe në Korç. Stelia Blu ka depozituar në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve një kërkesë zyrtare për shpalljen pavlefshme të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit në qarkun e Korçës. PD kërkon rrëzimin e tabelës përfundimtare për mbledhësit të rezultatit zgjedhor në këtë qark, duke argumentuar se procesi nuk ka qenë i rregullt. Në konferencën e përditshme për shtyp nga Stelia Blu, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi sot Edi Ramën dhe bashkëpunëtorët e tij, duke ju referuar festimeve të mbrëmshme për fitoren e mandatit katërt më 11 maj. Berisha tha se Totorina kërcënoi mbrëm bashkëpunëtorët e tij me spakun si kërbaç. Berisha insistoi edhe sot se ekziston vetëm një rrugë, largimi i Edi Ramës dhe krijimi i qeverisë teknike me qëllim përsëritjen e zgjedhjeve. Berisha vazhdon të deklarojë se këto zgjedhje ishin farsë elektorale, pasi vendosi krimi për to. Duke u referuar sërish zonës së Vorës, Berisha thotë se xhabaftët aty terrorizuan votuesit më 11 maj. Ndërsa duke u referuar raportit paraprak të OSBE Odirit, kryedemokrati thotë se këto zgjedhje janë thyer pasi janë dhunuar nene themelore të 15 dokumenteve kryesor. I pyetur nga gazetarët nëse do të jap dorëheqjen dhe për të hapur rrugën një lidershipi të ri në Partinë Demokratike pas kësaj disfate, Berisha thotë se kur i ka humbur një palë zgjedhje, referuar 2013-s, e ka dhënë dorëheqjen, duke nënkuptuar në këtë formë se ky nuk është rasti. Pra, siç ka thënë edhe më herët, që vetëm Zoti e largon nga drejtimi i Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, sot gazetarët e pyetën Berishën nëse është bërë pishman për kontraktimin e Lasivitas pasi i dha një qerrë me lek dhe psoi një disfat të tillë më 11 maj. Megjithatë, Berisha, siç pritej në publik, deklaroi se nuk është bërë pishman për kontraktimin e Lasivitas për fushatën elektorale të 11 majit, pasi farsat elektorale nuk fitohen kurrë nga opozita. Dështimi i Partisë Socialiste në qarkun Tiranë është i dukshëm. Majoranca, edhe pse dërgoi numrin 1 të parlamentit Elisa Spiropali dhe senatorin Pandeli Majko, ka humbur në bashkitë Kamës dhe Kavaj. Leximi me kujdes i rezultateve në këto zona tregon një realitet politik që më shumë se hapur është luajtur në prapasken. Në Kamës, për shembull, edhe pse Agronshea i ka marrë rreth 1500 vota, që janë natyrisht djathtas dhe gati kaq partia e Lulzim Bashës me Shemsi Premçin, Partia Demokratike është në një avantazh prej 1000 votash ndaj Partisë Socialiste. Kur bashkinë një vit më parë ka marrë lehtësisht Traki Psuli, që është familjar me Premçin, sinjal që tregon se kemi vota tribale. Politikisht, kreu i qarkut Elisa Spiropali dhe e dërguara Lindita Nikolla, të cilat ishin të dyja në listën e mbyllur, kanë humbur, po si kanë humbur. Edhe vendosja në listën e mbyllur tregon një realitet politik të qartë. Një marrëveshje e pashkruar e Edi Ramës me Tom Doshin, partia e cilit mori mbi 1700 vota në Kamës. Megjithatë, Kavaja është zona politike më interesante e leximit të votës. Atje Rama kishte dërguar Pandeli Majkon dhe Elisa Spiropali. Përveç qytetit Kavajës, Partia Socialiste ka humbur edhe Golemin, që e ka pasur bastion historik, edhe në ditën më të keqe ka humbur Helmesin, po ashtu bastion Synein, dhe ka fituar lehtë në Luzë të vogël, zonë ku PS ka fituar edhe në 92-shin. Që Pandeli Majko nuk është ndonjë lojtar që lëviz votat në territor, kjo nuk është më enigmë. Megjithatë, si pak e çuditshme që Spiropali dhe Majko nuk mundën të bindnin bastionet e PS-s në Kavaj të votonin për ta, kur në 2021 Erjon Veliaj si kryetari i qarkut e bëri me diferencë të madhe. Ktu duket qartë dhe fort faktori Elvis Roshi. Ish kryebashkiaku i Kavajës dhe Jarani Edi Ramës u përmend shumë në këtë fushat pasi kishte kandidat për PD-n kushëririn e tij Elton Roshi. Roshi u përmend nga Spiropali dhe nga Rama, jo duke e sulmuar, por për të nxirr Berishën se po punon me kriminalët tan. Nga ana tjetër, kriminali i Ramës i thau jo knetën, por detin e votave PS-s dhe Pandeli Majkos. Sipas gjasave, Edi Rama është më i sigurt me Elton Roshin në parlament se sa me Majkon. Shkurt, Rama lëshoi Pandeli Majkon, siç bëri edhe me Lalierin, për të mbajtur Tomën, Qifen, Elvisin e deputeten e Suelçelës, me të cilët ndihet i sigurt për Shqipërinë në BE-n e Horrave. Në këtë rast, shqiptarët do të përdornin shprehjen e famshme pas pilafit. E kemi fjalën për kërkesën e fundit të Bashkimit Evropian që i kërkon Shqipërisë reformë të re zgjedhore. Ambasadori i BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato, deklaron se Shqipëria ka nevojë që të miratojë një reformë të re zgjedhore. Ai thekson se kjo reformë duhet të përfshijë të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit të bëra në të shkuarën dhe ato aktuale. Sipas tij, kjo reformë duhet bërë dhe si nevojë për të avancuar në rrugtimin drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Duke folur për standardet e 11 majit, Gonzato thotë se kishte problematika, por raporti përfundimtar i OSBE Odirit do të jap një pasqyrë finale. Duke bërë një syqore, një veshurt për këto problematika, Gonzato përgëzoi madje Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për administrimin e procesit dhe bashkëpunimin me prokurorinë e përgjithshme dhe prokurorinë e posaçme. Për akuzat e opozitës për vjedhje masive votash apo parregullsi të shumta, Gonzato thotë se të gjitha ato parti që kanë pretendime duhet i paraqesin ato së bashku me provat para organeve të drejtësisë. Në Sarandë, ku çdo sezon turistik fillon me investime dhe mbaron me heshtje mbi krimin, një çështje po e tund besimin e publikut në drejtësinë vendore. Orges Lena, 21 vjeç, me precedent penal dhe i njohur për përfshirje në aktivitete të paligjshme, është dorëzuar në polici pas disa ditësh në kërkimi, akuzuar për shitje droge ndaj një vajze të fëmitur 15 vjeçare, e cila përfundoi në spital me komplikacione të rënda shëndetësore pas konsumimit të lëndës narkotike. Ngjarja është më shumë se një episod penal, ajo është simptom e një mekanizmi të njohur ku krimi, pushteti lokal dhe drejtësia bëjnë marrëveshje të heshtura. Burime të shumta konfirmojnë se prokuroria e Sarandës po para
përgatitet të kërkojë arrest shtëpie për Lenën, pavarësisht se çështja përmban elemente të një krimi të rënd ndaj të miturve të ndëshkueshëm me burgim real. Kjo është një çarje e thellë mes ligjit dhe zbatuesve të tij. Sipas kodit penal, shitja e drogës ndaj një të mituri është krim i rënd me rrezikshmëri të lartë shoqërore, por në Sarandë rreziku po relativizohet, sepse Orges Lena nuk është një individ i zakonshëm, ai ka lidhje familjare me një ish kryetar bashkie dhe sipas burimeve të shërbimeve të sigurisë është pjesë e një rrjeti të strukturuar kriminal që operon në Sarandë dhe rrethina. Ky rrjet nuk përfshin vetëm trafikantë dhe shpërndarës, ai përfshin individ me ndikime, mbështetje politike, financuese dhe lidhje brenda strukturave të drejtësisë. Qytetarët kanë reaguar ashpër, organizatat, rrjetet sociale dhe mediat lokale kanë ngritur zërin, por heshtja e institucioneve është më e zhurmshme se çdo protest. Trupat e NATO-s zbarkojnë në Shqipëri, duke nisur kështu zyrtarisht stërvitja Defender Europe 2025. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, trupat e forcës toksore shqiptare janë nisur nga garnizoni Zallherri drejt qendrës së stërvitjes në Biz, duke shënuar zyrtarisht fillimin e stërvitjes së përbashkët ndërkombëtare Defender Europe. Kjo stërvitje e udhëhequr nga Komanda Europiane dhe SHBA-ve është një nga ndërhyrjet më të mëdha ushtarake në hapësirën euroatlantike të dekadës së fundit. Në këtë operacion marrin pjesë njëra trupa nga vendet aleate të NATO-s, përfshirë Shqipërinë, e cila këtë vit ka një rol qendror si vend pritës. Rrugët ushtarake, kapacitetet logjistike, terrenet malore dhe pozicioni gjeostrategjike bëjmë vendin tonë një platformë kyçe për simulimin e operacioneve luftërake dhe bashkërendimin ndërkombëtar. Qëllimi i kësaj stërvitje është testimi i kapaciteteve për lëvizje të shpejtë të trupave, ndërveprimi ndërkombëtar dhe aftësia për të reaguar ndaj një kërcënimi të menjëhershëm në sfondin e një klime të pasigurt në Europën lindore dhe tensioneve të vazhdueshme me Rusin. Kjo stërvitje nuk është thjesht një ushtrim, por një mesazh politik dhe ushtarak. Në këto kushte, Shqipëria mbetet një aleate aktive dhe e besueshme e NATO-s. Akuzohet se pastron paratë e grupit të çopjave. 36 vjeçari Ermin Stafa arrestohet në Dubai. Ai akuzohet se në bashkëpunime të tjerë ka pastruar nëpërmjet shitblerjes së automjeteve paratë vëllezërve Franz dhe Hajdar Çopja të përfituara nga veprimtari kriminale. 36 vjeçari u kap në Dubai pas një operacioni të koordinuar mes policisë së shtetit dhe homologëve në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në kuadër të operacionit The Wanted, gjykata e posaçme e shkallës së parë në vitin 2024 i caktoi 36 vjeçarit masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në bashkëpunim. Ai akuzohet në kuadër të një procedimi penal të vitit 2022 se në bashkëpunim me të tjerë ka pastruar nëpërmjet shitblerjes së automjeteve paratë vëllezërve Franz dhe Hajdar Çopja. Në muajin gusht të vitit 2024, SPAK në bashkëpunim me Europol dhe policitë partnere goditën organizatën kriminale të drejtuar nga vëllezërit Çopja, e shtrirë përtej kufive të Shqipërisë dhe të akuzuar për 6 vrasje, disa atentate, trafik narkotikësh, korruptim të zyrtarëve të drejtësisë dhe grabitje e bujshme me armë të parave në aeroportin e Rinasit. 3 shqiptar, babai, djali dhe xhaxhai i këtij të fundit, janë arrestuar nga policia greke. Ata akuzohen si autor të vrasjes së noteres 69 vjeçare, Mariza Terseti Papadata, e cila u gjetë pa jetë pranë shtëpisë së saj në Zakynthos në muajin shkurt të këtij viti. Emrat e të arrestuarve nuk janë publik, por lidhja e tyre familjare dhe origjina shqiptare janë konfirmuar zyrtarisht. Për zbardhjen e kësaj ngjarje, një rol kyç luajti rrëfimi i xhaxhait, ku pas përballjes me provat e mbledhura pranoi përfshirjen dhe zbuloi detajet të planit për grabitjen e banesës së saj. Sipas tij, një ditë para ngjarjes ata kishin udhëtuar drejt ishullit ku banonte i vllai me të cilin ishin dakordsuar për të grabitur viktimën për cilën kishin dieni se mbante para në banesë. Të dy vëllezërit u strehuan në një ambient me qerat marrë nga djali, i cili kishte rolin e shoferit dhe të nesërmen të maskuar me kapuç, doreza e maska, i zumprit viktimës pranë banesës së saj. Sipas dëshmisë, kur ajo u përpoq të rezistonte, ndodhi përplasja fatale. Noterja u godit me thikë dhe humbi jetën për shkak të hemorragjisë së madhe. Pas ngjarjes, të 3 autorët u larguan në këmbë për më shumë se një orë derisa djali i mori me makinë. Rrobat e përgjakura u dogjën dhe arma e krimit u zhduk. Vetëm babai nuk ka pranuar autorsinë e goditjes, ndryshe nga i biri dhe vllai i tij që rrëfyen gjithçka. Kosova po shkon çdo ditë më shumë drejt zgjedhjeve të reja. Kjo pasi edhe sot dështoi tentativa për konstituimin e kuvendit. Kjo ishte përpjekja e 22 ku sërish Albin Kurti dhe lëvizja vetvendosje nuk tërhiqen nga kandidatura për krye parlamentare e Albulena Haxhiut, edhe pse kjo e fundit me 22 përpjekje nuk po arrin të marrë numrin e duhur të votave. Kujtojmë se një ditë më parë kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se zgjidhja e vetme është votimi i fshehtë, por nuk dihet nëse do të aplikohet në vazhdim një alternativë e tillë. Nga ana tjetër kujtojmë se nuk ka asnjë shenjë për formimin e qeverisë së re, pasi të gjitha ofertat e Albin Kurtit janë refuzuar nga radhët e opozitës. Eksaktësisht nga LDK dhe Nisma, pasi partitë e tjera janë vijat kuqe për kryeministrin në detyrë. Përpjekja e 23 mësohet se do të bëhet brenda 48 orëve të ardhshme, por megjithëse sërish nuk do të ketë tym të bardhë nga Kosova. Duket se presidenti rus e ka mbushur kupën. Për të tjerët kjo ka ndodhur me kohë, por në syrin e kreut të shtëpisë së bardhë ende nuk ka ndodhur. Donald Trump po shqyrton mundësinë e sanksioneve të reja ndaj Rusisë. Presidenti Donald Trump ka qenë i qartë se dëshiron të shohë një marrëveshje paqe të negociuar, thot sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë Caroline Leavitt. Nuk bëhet fjalë për sanksione të reja bankare, por po diskutohen mundësi të tjera për të ushtruar presion mbi udhëheqësin rus për lëshime në tryezën e negociatave. Nga këto komente duket se presidenti Trump po e kupton homologun Putin. Pyetja është
është serioze? A do të jetë e mjaftueshme kjo për të ndërmarrë disa hapa, për të vendosur disa sanksione? Ka hedhur pyetje në retorikën publik ish ambasadori amerikan në Ukrainë William Taylor. Nga ana tjetër, së fundmi nga ana tjetër sot Moska ka akuzuar sërish Kievin se po tenton të pengojë përpjekjet për paqe. Ndërkohë ministri i jashtëm turk po zhvillon një vizitë në Rusi. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë takimit me homologun turk Hakan Fidan, pasi Rusia po vlerëson mundësitë e ofruara nga Turqia për bisedimet Moskë-Kiev. Sipas Lavrov, agenda e bisedimeve me palën turke në këtë drejtim është e gjerë, pasi përcaktohet nga marrëveshjet dhe mirëkuptimet që janë arritur gjatë takimeve midis udhëheqësve të dyja vendeve. Një tjetër lajm i mirë vjen për luginën e Vjosës. Komiteti Ndërkombëtar i Këshillit për Rezervat e Biosferës ka aprovuar dosjen e aplikimit që lugina e Vjosës të shpallet rezervati i biosferës. Pritet që konfirmimi final nga UNESCO të jepet në muajin shtator të këtij viti. Kjo sigurisht që është një arritje e madhe për imazhin e Shqipërisë dhe është shfrytzuar si gjithmonë, fillimisht nga kryeministri i vendit Edi Rama, i cili thotë se ky lajm na mbush me emocion dhe krenari. A thua kjo është merite e punës së qeverisë së tij? Po nejse, kjo është temë tjetër. Është më shumë se një vlerësim ndërkombëtar, është njohja ndaj bukurisë së egër të Vjosës. Mirënjohje për njerëzit e atyre trevave që jetojnë në harmoni me natyrën dhe për përpjekjet e përbashkëta në mbrojtjen e lumit të fundit të egër të Europës, thot Rama ndër të tjera.